Kongresi Zgjedhor i Partisë Socialiste është vënë në qendër të fjalës në çadrën e protestës së kryetarit të PD-s Lulzim Basha. Ai nuk i kurseu ironit kur tha se Rama ndau çmime Oscar për ministrat e korruptuar. Në ditën e Europës, Basha tha se Rama është strukur në kotec dhe po kujton se në pushtet erdhi me premtime për Shqipërinë Evropiane dhe po e lë qeverisjen si aleancë antipopullore. Kush e mori Oscarin për luftën kundër krimit organizuar? Sajmir Shullazi apo e mori Fatmir Gjafa, vëllai i Agron Gjafës, numri 2 të një bande ndërkombëtare të trafikut të kokainës, por çmimin për rritjen dhe fuqizimin e ekonomisë dhe vendeve të punës? Ajadar Benametajt, njeriu që ka futur duart në çdo fond e në çdo korporat publike, apo e mori Damian Gjiknuri, i cili në fakt me një lëvizje të vetme vodhi 600 milion euro nga xhepat e shqiptarëve? Kush e mori çmimin Oscar për shëndetësi? Ilir Beqa apo Vilmanushi? Kush e merr Oscarin për degenerimin e sistemit arsimor? Lindita Nikola thoni. Në ditën e 81 protestës, Basha tha se frika nga gjykimi popullor detyron kryeministrin Edi Rama ta zgjesojë zgjedhjet e lira. Ai ftoi qytetarët që në 13 maj të bashkohen në protestë për t'i dhënë fund asaj që ai e quan teatr kukullash dhe komploti ekonomik në kurriz të shqiptarëve. Le t'i japim fund komplotit politik dhe ekonomik kundër shqiptarëve. Le ta përcjellim me ceremoni Republikën e vjetër. Lulzim Basha në fjalimin e tij të gjatë para mbështetësve u ndal gjerësisht tek programi i Partisë Demokratike ku premtoi rritje ekonomike, mbështetje për bujqësinë, transformim të sistemit arsimor dhe shëndetësor, si dhe rritjen e punësimit.